Në një atmosferë të mbushur me gëzim, emocione dhe duar trokitje, nxënësit e klasës së parë të shkollës jo publike nënshkruesi pavarësisë Nebi Sefa festuan festën abetares në ambientet e jashtme të shtëpisë Kongres, duke shënuar një nga momentet më të rëndësishme të rrugtimit të tyre arsimor. Mësuesja e klasës së parë, Laureta Lamaj, thotë se kjo ngjarje është një dëshmi e punës dhe përkushtimit të nxënësve, prindërve dhe mësuesve. Ju falenderoj për gjithçka të bukur që keni bërë çdo ditë për ta dhe jo vetëm. Fal jush, ky event u realizua deri në detaje duke qenë shembulli më i mirë i bashkëpunimit dhe i mirëkuptimit mes jush. Nuk mund të ndodhte ndryshe, sepse këta fëmijë janë syri i dritës suaj. Është gëzimi i jetës suaj. Është dashuria më e madhe e juaja në botë. Nuk mjaftojnë notat e larta për të qenë një fëmijë i mirë. Nuk mjafton pasuria që të jesh dikush. Një fëmijë i mbarë dhe i mirë do të lërë gjurmë në atë çka do të bëj dhe atë çka do të bëhet në të ardhmen. Më pas të udhëhequr nga mësuese Laureta, vogëlushët sollën një program artistik plot ngjyra, poezi, këngë dhe valle, duke dëshmuar me krenari se kanë hedhur hapat e para të sigurt drejt dijes dhe dashurisë për gjuhën shqipe. Emocionet e fëmijëve, buzëqeshjet e prindërve dhe atmosfera festive e kthyen këtë aktivitet në një kujtim të paharruar për të gjithë pjesëmarrësit. Festa shënoi përfundimin me sukses të mësimit të gjitha shkronjave të alfabetit shqip, një arritje e rëndësishme për nxënësit e klasës së parë. Të dashur nxënës, urimin për festën e abetares, sot festojnë hapat e tyre të para në dyert e dijes. Urimin për mundin, suksesin tuaj, vazhdoni të lexoni, të mësoni dhe të shkëlqeni. Të nderuar prindër, urime për festën e abetares. Sot për ju është një ditë e veçantë. Keni mbështetur dhe me përkushtim, me durim, hapat e fëmijëve tuaj në drejtim të dijes. Mësuese Laureta, urime për festën e abetares. Faleminderit për përkushtimin, durimin dhe dashurinë që përcoll tek fëmijët për udhën e dijes. Kjo ditë do të mbetet një kujtim i paharruar për të gjithë, një gur themeli i fortë në rrugtimin arsimor të secilit nxënës të klasës së parë.